ti djali mirë. Kushtet i plotësova pik për pik. Tash kur do m'ja nis fare. Sa të dashuron, e kënoj. Se dihet e kënoj me zemër. Pse halo si dashurua? Pse? Si të një vajtë si kom po dje, ta natën kanë dhe në të gjë. Mu me vjen një shumë që të njohë. Kisha pas qef shumë me nda ko me ty. Me dalë ma shpesh. Nuk mendoj që është ide e mirë. Pse? Unë vetë sa ka marrë prej Zvicrë dhe nuk e një njerëz të mirë. Unë po të garantoj se nuk e keq përdori asë një situatë ndaj teje. Mendoj që ke fillu me më pëlqy, për ditës parë kur të pash. Nuk e ki iden që shpënina, deshti Zoti na bashkun syzat. Dëgjoj Bel, unë po ndihem në seklet kur po më thu këto fjalë. Unë jam ende e re dhe nuk mendoj që është ide e mirë. Nuk e kumë këshirë asë njerë asë një moshkull me sy ndryshe. Ndoshta ka ardhur momenti mu me më këshirë ndryshe. Po na nuk patë mundësi mu njoftu ma shumë. Pas me foli kur gjo për familjen tënde? Jetoj me mamin, babin edhe vllahun. Vllahu është i paralizuar, mendoj që unë isha shkaktare që ai u paralizu. Kështu më thanë, edhe për këtë nuk ja fali kur vetës. Ajo çka është të shkruar të ndodh, s'mund ta ndalësh. Po ndoshta ka shërim. Nuk e di, ndoshta, mjekët na kanë premtuar, po ende asgjë. Nuk po më pëlqen të shoh të pikëlluar. Ma jep numrin, të lutem. Kontaktojmë përmes Blertës. Të lutem. Më reket si dhe? Është i. Orsa, ku ke deri tash? Isha me Blertën, babi. Duhesh të ditë që këtu nuk jenë Zvicër, po jemi në Kosovë. E nuk duhesh në majtë vonë. Jam e kujdesshme. Fatbardha kjo. A thu, si ishte ndi me paslo 24 orë në këtë karrocë. Asnjëherë nuk i bien demet me marrë edhe mua.